A e pas se qa ndodhi dje në Shqipëri apo nuk e pat më? Besoj i keni parë që të gjithë lajmet që dje në Vlorë ka ardhur vajza e presidentit të Amerikës Donald Trump. Por ajo gjë që më bëri më shumë përshtypje nuk ishte vendet që ajo vizitoi, por menuja që zgjodhi për të ngrënë. Dhe sipas burimeve shumë të sigurta nga resorti ku ajo drekoi, thonë që ajo ka zgjedhur një sallatë, fileto peshku të pjekur në furrë dhe makarona të zjera. Unë sot nuk jam në Vlorë për ta provuar këtë menu, por jam te Pizza Max dhe do porosis picën njësoj siç e pëlqen babai i saj, presidenti Donald Trump. Dihet botërisht që presidenti i Amerikës parapëlqen një picë që është shumë e thjeshtë. Ajo zakonisht bëhet me djathë dhe me sallam pikant, dhe këtu te Pizza Max ajo quhet Diavola Calabrese. Kushton 700 lekë dhe unë mezi po pres ta provoj. Pizzeria ka një ambient shumë të këndshëm, ku gjithçka është e fokusuar te pica dhe te shija që ajo do marri, dhe jo te zbukurimet e tepërta. Pizzaioli Panzitin po përgatit Diavola Calabrese, duke ndërtuar shijen e saj hapasapi. Diavola te pizzeria jonë bëhet me këto produkte. Brumin e fermentuar për më shumë se 36 orë, salsën tonë speciale, mozzarella fior di latte cilësia e parë dhe spjanatën calabrese që është shumë e mirë. Kjo pica që nga sot ishte kaq shumë e mirë, sa tani më duhet të heq syzet, sepse siç e dini, mbas një ushqimi të mirë të vjen gjithmonë shikimi. Kaq ishte video për sot, shihemi prapë nesër.